Kur humbja e peshës është shumë e shpejtë dhe bëjmë fjalë për mbajtjen e dietave drastike që t'japi realisht efektin e vet, bëhet fjalë nëse ti e mban për pak kohë. Normalisht një ditë nuk ndikon ke trupi, pra nuk krijon atë rutinën që trupi ta çbëj të gjithë indin muskulor dhe ritmin që ka. Por në momentin që ne e bëjmë për 2 javë, 1 muaj, sa do, dhe zakonisht promovohen në këtë mënyrë, si të humbni 5 kg për 7 ditë, ose si të humbni 7 kg për 10 ditë, ose 10 kg për 20 ditë. Domethënë promovohen në këtë mënyrë dhe funksionohen dhe njerëzit i rikthehen me idenë se po ta kisha bërë siç duhet, ose po ta kisha bërë pak më gjatë, do më kishte dhënë realisht efektet që unë dëshiroja. Pra krijojnë një farë varësie këto dietat, më sa kuptoj edhe në trurin e njerëzve që e vërtet, i rikthejnë sërish. I rikthejnë sërish sepse është kjo ideja që ndoshta duhet isha munduar pak më shumë që të merrja rezultatin e duhur. Dhe kjo gjë krijon stres biologjik tek trupi që mblidhet dhe trupi është shumë i zgjuar, si organizëm funksionon shumë mirë. Dhe këtë gjë normalisht nuk e kupton që është një dietë, po e merr si alarm, e merr si një gjendje që ti e ke lënë në uri për shumë kohë. Dhe ai adaptohet dhe nëse ti përpara për të njëjtat gjëra, po flasim për të njëjtat gjëra, domethënë për të gjitha aktivitetet që ai bën në përditshmëri, pra dhe kurimin në qetësi, marrja frymës, tretja etj, nëse më përpara ne harxhonim më shumë energji për të bërë këto veprimtari, në momentin që ne ulim shumë kaloritë që marrim, ai përshtatet dhe harxhon më pak. Dhe për ironinë e fatit, domethënë nëse ti hap të njëjtat gjëra, mban më shumë, pra e mban dhjamin dhe më shumë, dhe djeg më pak, sepse trupi është mësuar që t'i jep shumë pak për të ngrënë dhe është mësuar që të operojë në këto kushte. Dhe shpeshherë na ndodh që vijnë pacientë për shkak nga dieta të bëra nga persona ndoshta që nuk janë të autorizuar, ose dhe thjesht që kanë ndjekur atë vetë nga rrjetet sociale, ose influencer që shohim shumë shpesh, sepse gjithmonë është e lidhur dieta me imazhin, nëse një person që e promovon është shumë fit, është shumë në formë, i thua që po, duke bërë këtë dietë mund të arrijë siç është ky person. Dhe 90% të rasteve është iluzion, sepse nuk janë dieta të bëra të menduara mirë, ose nga ana shkencore, të bazuara në diçka shkencore, mund të përdori një term shkencor, por e nxjerr jashtë kontekstit ose në tentativën për ta bërë më thjesht, ajo e humb kuptimin që ka realisht, le të them.